Miq, përshëndetje, sot jemi çuar pak vonë. Teorikisht video do ta nisja pak më herë që nga mëngjesi, po duke qenë se jam një motor që ndizet pak me vonesë, mas kafes së 3 tani më jam gati. Po shkojmë në pistën e Serezit. Aktualisht jemi në Korç, për pak kalojmë doganën. Do t'ju marr me vete për t'ju treguar një ditë në pistë si funksionon, sa lek duhen për të shkuar në pistë, çfarë gjërash na duhen me vete. Dhe do jemi bashkë deri ditën e nesërme sa të kthehemi në Tiranë. Jam me furgonin e supervisionistit, një falënderim për furgonin. Kam ngarkuar nga mbrapa Ducati Panigale 1299S. Herën e kaluar kam qenë me 749, po duke qenë se kjo është një diçka e re, kështu që do ta testojmë Panigale në Serez, pavarësisht se nuk këshillohet shumë në Serez ky lloj motori, sepse pista e Serezit është shumë taktike dhe duhet një motor me cilindrat pak më të ulët, po gjithsesi nuk do abuzojmë, do përpiqemi ta shfrytëzojmë në maksimum pa e te kaluar limitin. Pak më vonë do t'ju tregoj çfarë ju duhet me vete për të shkuar në pistë dhe shihemi pak më vonë. Tani sa po morëm 100.000 lek naftë, kemi marrë dhe asiguracionin për të dyja na 20 euro, 180 euro. Plus edhe 3 byrek, kështu që i bie 182 euro. Për pak kalojmë doganën. Po aktivizuam dhe roaming 16.000 lek, kështu që t'i shtojmë tek lista. Kalojmë doganën tani. Sa po kemi kaluar doganën greke, këtu jemi me furgonin ton që na ka dhënë supervisionisti. Të shohim pak, mos na ka lvizur diamanti jon që kemi brenda, po që kemi fiksuar mirë. Nuk ka lvizur, i kemi kapur me disa kriketa. Kemi marrë dhe shkallën që e kemi ngjitur, kemi vendosur dhe një kapse përpara që është fiksuese gomës. Këtu kemi çantën e pistës, ku ka brenda veshjen, janë dorezët që janë gjata, edhe këpucët që janë me qafa për pistë. Këtu brenda kemi kokoren, me disa kamera të vogla i do bëjmë xhirime, dhe kjo është çanta ime me rrobat për 2 ditë. Kam marrë dhe këtë për të hequr targën ndoshta kur shkojmë atje, për aerodinamikë se do e kalojmë 300. Kaq. Nisemi tani për Serez, se jemi vonë. Tani që po shoh se sa afër është Korça nga Serezi, do doja të isha një korçar brelalkë, në mënyrë që gjithë rrugën ta kisha bërë me motor dhe jo me këtë furgonin tim, që secëm shumë se 50. Sa gjynaf këta grekët me këtë rrugë, torturohen nëpër autostrada, urdhra. Cop, cop. Shive malin me gur. Ska asi rrugë të Shqipërisë. Këtu fillojmë edhe bëjmë dhe pagesat. Tani kjo thot nuk lejohet Harley. Si mendoni miq? Pra mi që arritëm në Elada, tu do ham tani në një pjatë pilaf. I fusim një sallatë greke këtu, edhe një mix grill 9 euro, edhe sallata 7 euro, 16 euro limitet.
I pozim në ujë, mos na ngec fyt, jemi fiks. Ja pra masi morëm një frape dhe një ujë, po na pret dhe furgoni jon. Është pak nxehtë tani, po jemi në rregull. Ja dhe Stiliani, sapo ka ngrënë chicken dhe është gati. Ecim për Ceres. Ecim. Ja, sapo arritëm. To kemi dhe dhomën. Edhe jemi në rregull. Jemi nisë në 6, arritëm në 3:30 me orën lokale këtu. Tani kjo është shtëpia që rezervuam. Me 50 euro, e gjetëm në booking. Pas ka edhe kuzhinë, edhe krevat, tualeti, po pas ka dhe balkon. Këse i pare i shoh shumë kur i marrë këto, kështu që mund ta quajmë një fat i mirë këtë. Se ta bëj kjo? Okej. Goxha këndshëm për të relaksuar, që nesër jemi gati për Ceres. Ja pra miq, jemi në shëtitoren e Thessaloniqit. Super vend i bukur. Po shijojmë momentet përpara se të futemi në pistë. Ja pra miq, po startojmë ditën sot me petulla greke. Ky është Stiliani që e ngri. Gati për pistë. Sa po ndalum te karburanti për të marrë benzinë. Gjetëm një bidon këtu. Morëm këtë 10 litra. Besoj do na dali. Sa kemi arritur në pistën e Cerezit. Tani do futemi të bëjmë parkingun e furgonit. Do bëjmë regjistrimin, do firmosim atë formularin e famshëm që po re këta nuk majnë përgjegjësi e kështu gjërash. Edhe kaq, kemi ardhur pak herët, po do presim. Sa po mbaruam me regjistrimin, morëm Bryzulykun. Për 20 minuta del programi, në kohë po fusim furgonin brenda. Çmimi ishte 90 euro, duke qenë se është ditë jave. Që jemi fiks me shpenzimet. Sa po kemi mbritur, tani do shkarkojmë motorin. Po marrim pak kohë t'ju shpjegojmë dy gjëra, duke qenë se jemi edhe pak herët në kohë. Kjo është pista e Cerezit, ku ka një hyrje këtu, dalja është pak më tutje. Në momentin që hyn në pistë, je vetëm në një sens unik. Nuk mundesh në pistë të kthehesh mbrapa. Edhe kur je tek dalja, në momentin që do dalësh, edhe nëse e ke kaluar 10 metro,
duhet vazhdosh të bësh linjën edhe një herë në mënyrë që të bësh daljen. Nuk bëhet kthimi mbrapa. Disa nga rregullat kryesore në pistë janë veshja, duhet të kesh një veshje unike, nuk duhet të jetë e ndarë, domethënë një tuta normalisht me shinë, me mbrojtëse. Duhet të keni çizme të gjata, që janë ato me qafa. Duhet të keni doreza të gjata, jo ato të shkurtra. Një kokore të mirë të homologuar. Edhe këto janë përgjithësi. Unë kësaj radhe kam marrë edhe një palë kufje që janë të MotoGP-s që vendosen për zhurma, duke qenë se i kam marmitat full Scarco, normalisht është edhe zhurma shumë e madhe. 15 euro bëjnë ato, i kam bler online. Në momentin janë 3 flamuri që këta përdorin, flamuri finishit, që është ajo që gara ka marruar ti bën edhe një xhiro dhe kalon. Është flamuri i verdh që tregon kujdes në rrugë, dikush ka rënë, duhet ta shmangësh, nuk duhet të ndalosh, por normalisht do të kesh parasysh që diku në një kthes do të dali ose ka rënë dikush apo ka një diçka në rrugë. Ndërsa flamuri kuq është që ka ndodhur diçka në pistë, mund të ketë rënë dikush në mes rrugës, mund të ketë vaj në pistë, duhet të ndaloni menjëherë. Në momentin që dilni nga pista, duhet të ngrini dorën e majt lart, nuk mund të dilni direkt, dorën e majt lart dhe sinjalizon atë që vjen nga mbrapa në mënyrë që mos të bijej. Në momentin që ke për të bërë kthesën dhe dalja është në ana tjetër, duhet të përgatitesh më përpara në mënyrë që të bësh daljen. Duhet të paktën 500 metra më përpara, ti të vazhdosh të mash linjën derisa pastaj të arrish në pikën që ti del. Siç e thash, po e kaluat pikën, mos u përpiq të kthesh motorin mbrapa, kundrasend, se nuk lejohet. Do të ecësh, do bësh edhe një herë xhiro në mënyrë që të dalësh nga pista. Këto janë disa nga pikat kryesore. Dhe nëse ju fiket motori apo keni një problem me motorin tuaj, duhet të qëndroni dhe të ngrini dorën edhe dikush do vi t'ju ndihmojë. Edhe në rast se bëni aksident, nuk duhet të lvizni nga vendi, duhet të prisni derisa t'ju vinë t'ju marrin. Në rastet kur shkoni me shokët, nëse shihni që shoku bëri një aksident, nuk duhet të ndaloni dhe shkoni të ndihmoni, nuk lejohet. Do të vazhdoni linjën tuaj ta bëni, sepse dikush tjetër do mendoj për atë. Se është shumë e rrezikshme të shkosh, ndoshta mund t'i psosh një frakturë, po ndoshta mund të prish punë edhe pilotët e tjerë që mund të jenë dugar skëterë dhe ju merr para dhe juve. Këto janë disa nga gjërat që po më vinë ndërmend tani, po më kujtuan një gjë, e nisim prapë. Ja pra miq, sapo morëm edhe skaletën me oraret, kur janë të ndarë këta që janë fillestar, medium, fast bikes është edhe një orar për makinat. Do të futemi në total 8 herë. Unë jam fut tek medium bikes dhe filloj në orën 9:40 deri në orën 10. Për çdo seksion janë 20 minuta. Që janë mjaftueshme, janë goxha shumë, po urojnë të bëjmë sa më shumë. Shihemi në pistë. Inna the morning, sunshine a shine, but me heart still torn. Who no gone where, and the place feel cold. Me miss who no smile, who no touch, who no soul, who no love, me can't let go. Every day me think about, who no know. The memories are play like a sweet reggae tune. But without who no hear, me feel like a man in the gloom. Me walk round the block, say you no face inna the crowd. But when me reach close, you no gone like a cloud. The laughter we share, the dreams we build. Now me heart empty and it just won't fill. Oh no love, oh no love, me can't let go. Me can't let go. Every day me think about,
oh no know. The memories I play like a sweet reggae tune. But without you here, me feel like a man in the gloom. Me wish you know woulda come back home tonight. Hold me tight under the stars so bright. Every second without you know is a struggle and fight. Me heart a cry out for you no love every night. Me sit on the beach, watch the waves roll in. Every splash remind me of the joy we bring. The sun between me toes can't ease the pain. Without your love, life just feel plain on a love.
Ja pra miqu, kemi përfunduar edhe 3 raunde me sukses. Besoj do i bëjmë dhe 2 të tjera të fuqishme, edhe pastaj mjaft se u këputur. Shumë nxehtë. Po edhe 8 raunde nuk bëhen, besoj. Se janë nga 20 minuta secili, kështu që deri tani kanë bërë 1 orë të plot. Do bëj dhe 2 herë nga 20 minuta. Edhe pastaj do e mbyllim.
Duke qenë se na modifikuan oraret, sepse tani është shumë nxehtë, nuk mund futesh më, është 30 ca gradë. Kështu që kemi për të futur në orën 14:40 edhe në orën 4 me 4:20. Dhe pastaj këtu e mbyllim edhe ditën në pistë. Ja pra miq, ku kemi ardhur dhe në fund të ditës sonë në pistë. Ka qenë shumë nxehtë. Motori ka bërë një super performancë. Po edhe unë isha në formë mirë, po të ishte besoj 20 gradë, 22 gradë, do ishte perfekt. Po gjithsesi u kënaqem shumë. Ngarkoj motorin edhe nisemi për Tiranë. Ja pra miqu, kemi përfunduar edhe ditën tonë në pistë. Ishte super 2 ditët më të bukura që kam kaluar. Ishte pak shumë vap, po megjithatë jemi kënaqur shumë. Kostoja totale e udhëtimit shkoi diku tek 508 euro, me gjithë naftën e furgonit, autostradën, ushqimet që konsumum atje e pistën. Vajtja ardhi për 2 ditë, total shpenzova 508 euro. Gabimi që bëra është që qëndrova vetëm 1 ditë në pistë. Për gjitha të rrugë, të paktën duhet të qëndrosh 3 ditë, që ta shijosh tamam, sepse në çdo seksion që bëje, ulje sekondçin, domethënë arrije të kishe goxha rikuperime. Po për kaq pak kohë nuk e se ja vlen shumë. Besoj do rikthehemi në pistë në shtator, ndoshta mund shkoj edhe më herët, po duke parë, duke bërë. Çdo pyetje që keni për rreth pistës, gjitha informacionet që ju duhet, mos harroni të shkruani në komente dhe të më çoni mesazhe. Uroj t'ju ketë pëlqyer video, mos harroni të bëni subscribe dhe shihemi në videon e radhës.